Bismillah. Allahu zbriti 104 libra. Më të njohura janë Tevrati, Zeburi, Injili, Suhufet fletushkat e Ibrahimit dhe Kurani. Kurani është libri apo update i fundit i të gjitha shpalljeve të Allahut. Kurani përfshin në vete 114 sure, kurse gjithë këto sure ngërthen në vete surje Fatiha. Më e rëndësishmja e kësaj sureja është se brendësitë saj është ajeti Iyyake na'budu wa iyyake nesta'in. Vetëm ty të adhurojmë dhe vetëm prej teje ndihmë kërkojmë. Andaj, adhurimi është esenca dhe themeli i çdo gjaje që Allahu Azza wa Jall krijoi në dynjan dhe ahiretin, krijoi xhennetin dhe xhehenemin. Andaj, kjo fjalë duhet vend në zemrat tona, fjala la ilahe illallah nuk meriton të adhurohet me të drejtë askush tjetër pos Allahut. Të nderuar vëllezër dhe motra të nderuara, t'i kthehemi fesë Allahut, të meditojmë në fjalën e Allahut Kur'anin, ta mësojmë surën Fatiha dhe t'i lutemi Allahut me fjalën e tij Iyyake na'budu, vetëm ty o Zot të adhurojmë, wa iyyake nesta'in, dhe vetëm prej teje ndihmë kërkojmë. Ihdina as-siratal mustaqim, na udhëzo, na drejto në rrugën e drejtë. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.